nderuar të pranishëm, I dashur komunitet I Notit, I nderuar zëvendës president Haxhi Musa, I nderuar sekretari I përgjithshëm Vedi Telaku, të nderuar veteran të sportit, pionier të sportit të Notit, zona zotëri, punëtor sportiv, notar e notare, ju që për vitin 2025 e patët barën kryesore për ta prezantuar sportin tuaj të dashur dhe një prej sporteve që lë gjurmë edhe në lojrat olimpike dhe me të drejtë ka edhe hapësirën më të madhe sportin e Notit në mënyrën më të mirë gjatë 365 ditësit të vitit 2025. Nderuar profesor Edini, ju që sot do të jeni në mesin e laureatëve, është kënaqësi që jo vetëm që po vazhdohet një traditë e Federatës së Notit, po në të njëjtën kohë po shërben edhe si platformë për të promovuar të rinjt dhe të rejat. Përmes plaketave që sot do të ndahen, secili prej tyre do të gjejë motivin që të arrisë performancën, të arrisë standardin e krijuar viteve të kaluara dhe pse jo, në Olimpiadën e LA në vitin 2028 pas 2 viteve vërtet kemi të përbacuar edhe sportin e Notit në formën më të mirë. Sot do të kemi çmimet të ndara në kategori, nga çmimet e shpresave drejt te çmimet e elitës. Pa haruar kontribut dhënësit, institucionet, individët cilët janë dalluar në vitin 2025 për punën, për kushtimin, dashnin që e kanë patur për sportin e Notit. Një moment I veçantë do të jetë edhe përkujtimi për ata që në komunitetin e Notit fizikisht nuk I kemi në mesin tonë, por gjithmonë veprat, gjurmët që kanë lënë përmes sportit të ujit kanë bërë që kujtimi për ta të jetë vërtet I pavdekshëm. Zonja zotëri, pas kësaj hyrje ceremoniale, protokollare më tepër, më lejoni që t'ju ftoj vëmendjen ta kemi të një video prezantim, I cili në formë kronologjike do të prezantoj atë çka është bërë në Federatën e Notit për vitin 2025. Dhe ju më mirë se sa unë e dini, që ka qenë një vit I mbushur me shumë aktivitete të ngjeshura në rrafshin vendor dhe ndërkombëtar, jo vetëm në drejt për drejt në pishina, por edhe në rritjen e kapaciteteve administratorëve e gjithçka që ka patur të bëjë në përmirësimin e imazhit të Federatës së Notit dhe në të njëjtën kohë edhe ngritjen e administratorëve dhe formave të tjera. Për gjithçka që është bërë, foto flet më shumë se fjalët, prandaj video në vijim do të sjellë edhe prezantimin e vitit 2025 përmes video materialit. Gjatë vitit 2025, Federata e Notit e Kosovës ka zhvilluar një kalendar të pasur aktivitetesh me fokus të veçantë në organizimin e garave vendore, zhvillimin e notarëve, forcimin institucional dhe përbatësimin ndërkombëtar. Aktivitetet vendore përbëjnë shtyllën kryesore të veprimtarisë së Federatës. Gjatë vitit u organizuan një numër I madh garash kombëtare, duke filluar nga garat për gruposha të reja dhe të rinj, deri te garat elitare për senior. Në kuadër të këtyre aktiviteteve u mbajtën 2 ngjarjet më të rëndësishme të Notit në vend, kampionati I Kosovës në not në pishinë 50 metra, I cili shërbeu si garë kryesore kombëtare dhe kriter për përzgjedhjen e notarëve për garat ndërkombëtare, si dhe kampionati I Kosovës në not në pishinë 25 metra, I cili mbylli sezonin ngarues dhe mundsoi vlerësimin e formës sportive të notarëve në fundvit. Përveç kampionateve, u organizuan edhe Kupa e Kosovës, Kupa Esmir Shala, garat për të rinj si dhe maratona ndërkombëtare, duke krijuar vazhdimsi garuese dhe rritje të nivelit konkurrues në nivel vendi. Në aspektin e përgatitjes sportive, Federata organizoi 3 kampe stërvitore, prej të cilave 2 kampe gjithëpërfshirëse për notarët e rinj dhe 1 kamp elitar për notarët më të dalluar, me qëllim përgatitjen për gara kombëtare dhe ndërkombëtare. Në fushën e edukimit dhe zhvillimit profesional organizuan seminare të rëndësishme, përfshirë seminarin për gjithëpërfshirjen në edukim fizik, seminarin për shpërtimtarën në pishina të hapura me proces licencimi, seminarin antidoping, si dhe seminarin për trajnerët të avancuar të Notit me pjesëmarrjen e trajnerit të reprezentacionit të Italisë, Walter Bologniani. Federata realizoi gjithashtu aktivitete gjithëpërfshirëse dhe sociale në qendrat burimore në Pejë dhe Prishtinë, si dhe programe për fëmijë me nevoja të veçanta, duke promovuar sportin e Notit për të gjithë. Në nivel ndërkombëtar, notarët e Kosovës morën pjesë në gara kualifikuese dhe kampionate të rëndësishme, përfshirë garën kualifikuese në Dubai, Common Cup 2025 në Çipër, pjesëmarrja e parë në ujërat e hapura, kampionatin evropian, kampionatin botror në Singapur, EIOF në Shkup, si dhe kampionatin evropian në Lublin. Në aspektin institucional, Federata përvacua në mënyrë aktive në European Aquatics në Bruxelles,
dhe në kongreset e World Aquatics në Singapur dhe Tbilisi, ku Kosova fitoi të drejtën historike të organizimit të garës Multinations 2027. Ashtu gjatë këtyre takimeve u konfirmuan datat për certifikimin e trajnerëve të notit. Përparime të rëndësishme u shënuan edhe në qeverisjen dhe menaxhimin e federatës përmes krijimit të databazave të klubeve, trajnerëve dhe sportistëve me kontrolle mjekësore, vendosjes së sistemit të rekordeve për të gjitha grupoqat, hartimin e rregulloreve të reja disiplinore dhe kodit etik, si dhe forcimit të brandimit dhe sponsorizimit, duke siguruar sponsorin e parë dhe identitetin e ri vizual të Federatës së Notit. Në pak fjalë, në një video përmbledhëse, më pak se 5 minuta, përmes së cilës është munduar të prezantohet gjithçka që është bërë dhe pse ka qenë e pamundur që 365 ditëshit të konvertohet në një video të 5 minutëshit. Zotimet cilat e ka marrë Federata e Notit të Kosovës, organizimi i garës Multinations në vitin 2027 dhe njëkohësisht edhe pretendimet për të rritur, për të kaluar nivelin kufit të Kosovës, janë sinjal i vazhdueshëm që këtu ka një vizion të qartë se ku duhet të shkohet dhe në këtë ritëm Federata e Notit të Kosovës është e gatshme që vetes t'i vë përballë edhe sfidat e reja siç është ajo 2027-s. Prandaj me kaq rëndësi sa ishte 2025 e rëndësishme, shumë më tepër përgjegjësi, shumë më tepër punë na pret edhe në 2026-ën. Por më tepër kompetent për të folur rreth asaj që ka pret Federatën e Notit. Si ishte viti 2025? Nuk po mundem pa e përshëndet edhe profesorin tim që e kam prezent këtu, edhe ish sekretarin e Federatës së Notit, Zotri Habib Azemin, dhe të gjithë veteranët të cilët na kanë nderuar sot me prezencën e tyre në këtë ceremoni. Sot Federata e Notit të Kosovës shpall laureatët për vitin 2025, ku komisioni në krye me profesor Enver Haradinaj ka vlerësuar punën dhe sukseset e juaja për vitin 2025. Edhe pse ka sfida shumë të mëdha, Federata e Notit gjatë vitit 2025 bëri shumë përpjekje që ky vit të kulmon me suksese të mëdha dhe rritjen e numrit të garuesve, si dhe ngritjen e cilësisë së garuesve në sportin e notit. Por ajo që ka vlen, që mendoj që është kryesore, që ta falenderojmë presidenten, e cila për momentin është e ngarkuar me detyrë, nuk është prezente, Rita Zeqirin, e cila bëri të pamundurën që të prezentoj Federatën e Notit në mënyrë sa më dinjitoze, e cila ishte pjesëmarrës në disa aktivitete ndërkombëtare dhe kështu prezenca e saj dhe e bordit të Federatës na mundsoi që Kosova në vitin 2027 të jetë organizatore për herë të parë të ndrohet historia, për herë të parë të jetë organizatore e garës Multination, e cila do të mbahet në vitin 2027. Mu nuk më mbetet shumë sepse e pat edhe vetë aktivitetet të cilat janë zhvillu dhe se na sado që flasni, mendoj që është shumë problematike që të përfshihen për një kohë sa ka të shkurt, por mendoj që edhe prindë dhe garuesit tani me shumë padurim e presin shpalljen e më të mirëve. Kështu që unë garuesve dhe prindve, trajnerve, referve, ju uroj suksese dhe i përgëzoj për punën që e kanë bërë për vitin 2025 dhe mendoj që na pret një sfidë shumë e madhe për vitin 2026 që të mobilizohemi të gjithë dhe të nxjerrmi një kualitet shumë më të lartë, sepse viti 2027 është shumë afër, por edhe viti 2030 ku do të mbahen lojrat mesdhetare është edhe më afër. Ju e dini fort mirë se dikun rreth 40% e lojrat mesdhetare janë pjesë e ujit. E kështu që neve na presin detyrat mëdha që të mobilizohemi të gjithë së bashku, sidomos bëj ftesë edhe mediumeve që t'i krijon një hapësirë më të madhe sportit të notit, për shkak se vërtet sporti i notit është vlerë e madhe. E kështu që për kraja e juve dhe institucioneve, neve do të na mundsoj lëvizjen me hapa sa më të mëdha në arritjen e rezultateve. Ju faleminderit për pjesëmarrje
dhe i përgëzoj Garuc dhe i uroj suksese për vitin 2026. Do të ftoja Vlerë Llalloshin që të na bashkohet për të ndarë çmimet e para, dedikuar shpresave të vitit. Ja ku kemi Vlerën. Lutem. Në mesin e shpresave të vitit, Vesa Mehmetaj. Shpresë e vitit, Arif Makulli. Vesa, mund të shkosh, faleminderit. Pastaj do ta kemi një foto të përbashkët. Arif pak më në mes. Pak më mes të ledi. Jemi të emri. Shpresë e vitit, Erin Mehmeti. Edhe Vesa mund të vi këtu të na bashkohet, gjithë ata që marrin plaketa, le të presim këtu në këtë pjesë.